Realitet falso, Sara Kolami rrëfem për herë të parë përvojën në Big Brother VIP Kosova. Modelja dhe ish banorja Big Brother VIP Kosova, Sara Kolami, ka folur për herë të parë për eksperiencën e saj brenda shtëpisë më të famshme në Kosovë. E ftuar së fundmi në një emision, Sara pyet rreth qëndrimit të saj në këtë reality show ku e përshkroi pjesëmarrjen si një udhëtim i rëndësishëm në aspektin personal. Sara hyri aty për të treguar veten e saj. Më pëlqeu ajo që gjeta brenda meje, zbulova veten time dhe jam shumë e kënaqur për gjithë eksperiencën, si dhe për njerëzit që takova gjatë rrugës së shprehur Sara. Ndër të tjera ajo shtoi tek pjesa personale. Kuptova shumë për veten time sepse aty nuk ishin rrethana normale, por në një realitet të sajuar falso. Studioja njerëzit, mësova si ti charmatizoj dhe nuk ju dhash kur kënaqësinë që të dilja jashtë vetes.